Nashta edhe vjen momenti kur i thojmë për këta njerëz se këta njerëz nuk do të më lënë vend futboll. Në futbolli është për njerëz ambicioz, futbolli është për njerëz që punojnë me zemër të pastër, futbolli është për njerëz që e ruajnë klubin si shtëpinë e vet. Futbolli nuk është për dollovergji për hajna. E si ka pas te Ballkani, a? Qështu ka ta ndis klubi ishte. Gjitha ato pare, gjitha të organizim, gjitha të Ballkani edhe që s'ka dal kampion që 2 vjet, ka pas shpenzimet më të mëdha në futbollin e Kosovës. Domethënë nuk është që ka mungu ana financiare, më që ajo pjesa organizative dhe nuk ja kanë qelluar me shumë gjëra ato mrena, për që ata ka ardhur në këtë gjendje se Ballkani ka pas shpenzimet më të mëdha se drita. A disa lejtari është shku në Ballkan, ka marrë rrok 5-6 euro, është s'ka lujt 1 minutë. Gjatë këtyre vetëve. Në ditë kena me bo ato. Po. Edhe do të me ditë na pse vinë klubet në këtë situatë. Jo, kjo është e mjerueshme. Kjo është e mjerueshme se na bën një klub, rrëzon një klub. Bën tjetrin, rrëzon tjetrin. Na do të mi kriju 5 top klube për me pas ligën e fortë. Na do të mi bo 5 klube që shkojnë përpjet, që e mojnë një standard edhe që atër mujna me pas ligën e fortë. 5 klube që luftojnë për titull. Na momentalisht i kemi 2-3 klube që s'dia su që ka nis. Nuk e di që ja ka nis, do me thonë, nëse jem dëshmitar, gjëna i Zotit që ja ka nis, që më dhimen ata futbolista, më dhimen ato qytete, apo kupton? I kemi do klube që dita ditës pritët drynin kur për janë gjesin, apo kupton? Edhe hajde luj sporti, hajde kampionat. Kjo është realiteti. E kush është fajtor për një